prodhim bio dhe unë harxoj mesatarisht, çmimi mesatar për person në agriturizme varion nga 15 deri në 20.000 lekë. Po. Dhe po konsumoj një produkt që po më thuhet Që është lirë, Të shkoj në një fast food në Tiranë, ti harxhon 20.000 lekë për person. Dhe nuk kuptoj diferencën, sepse unë pakten jam mësu që të shkoj në ambient ku më thuhet se ky produkt është i zonës, është i fshatit, është i imi, se kjo ka një kosto. Po, qartë, shumë qartë. Sot më bërë një lloguriçe, malli që më vjen për jashtë më kushton më shumë se i vendit. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Florian, ç'është prodhimi turizmi që kemi ne tani? Prodhimi masiv është ai që kushton më pak. Si është në sytë tu ky lloj turizmi? Si ekspert e turizmit tani? Trendet e turistëve vitet e fundit, sidomos të 5 vitet e fundit, qasja ka ndryshuar e turistëve të huaj. Gjithmonë dhe më shumë po kërkohet turizmi eksperiencial, autenticiteti. Dhe realisht nëse ne shikojmë edhe në bizneset e ngriturat sektorit, janë ngritur shumë agroturizme, tani këtu hajta diskutojmë janë agroturizme në kuptimin e një Tiranë, nuk janë fare në Saran, nuk e. S'ke agroturizme Saran, në Vlorë ke agroturizme? Nuk di unë. Të fshatra, ka në vajzë, ka... Në përfshatra kanë filluar qytet shumë. Agroturizmit me restorantet e fshatit, se agroturizmi fillon nga ferma, du të përdor produktin e mirëfillt. Kur e fillon me godin një restorant, se mbodhe 2 fije domate aty, nuk e agroturizmi. Ne kur flasim për autenticitet, kemi parasysh le të themi për veriun e Shqipërisë. Ne kemi kulla pa fund, të cilat shumë prej tyre kanë filluar të kthehen në agroturizme. Guest house. Ideja është, e kanë ruajtur autenticitetin e tyre? Unë kam pasur eksperiencat mia personale që i kam vizituar, dhe në momentin që unë futem, unë dua të shikoj atë shtresën, lëkurën, me ato si gjadet e punuara me dorë, unë shikoj televizorin me Netflixin aty, në një kohë që deri diku humbet pjesa e... Pjesa e asaj që është e mirëfillt. Ne shkojmë atje për të ikë Netflixit. Ne shkojmë pikërisht për të ikur Netflixit. Kush e ka fajin për këtë mungesë alternative? Kultura. Mungesë alternative. Nuk kemi... Të lutem, strategjia. E kapit e strategjia mund të them vetëm 2 fjalë. Mos thuaj 2, thuaj 10 strategji. Sepse çdo gjë... Kemi bërë 100 strategji për turizmin.